Zoti ju dhash bereqet, Mozik dhe Lotina shijojnë një mëngjes tradicional me speca e gjiz, momenti që po shkrin rjetin. Reperi i njohur Mozik dhe partnerja e tij simpatike, Lotina Haziri, po e shijojnë në maksimum periudhën e tyre të dashurisë. Dyshja që prej muajsh janë kthyer në një nga çiftet më të komentuar të showbizit shqiptar. Duket se kanë gjetur qetësinë dhe lumturinë pranë njëri tjetrit. Së fundmi, Mozik ka ndarë me ndjekësit një moment shumë të ëmbël e tradicional nga përditshmëria e tyre. Një mëngjes i shijshëm shqiptar me speca e gjiz. Në foto dhe video të publikuara, çifti shfaqet i relaksuar, duke shijuar çdo çast në një ambient plot ngrohtësi familjare. Edhe pse reperi nuk zbuloi se ku ndodheshin, falënderimi i tij publik për mikpritësit tregoi respektin dhe dashurinë për traditën. Që nga dita që mësova të flas, të kuptoj dhe të njoh kuptimin e fjalëve që më mësoi nëna ime. Ndër më të bukurat ka qenë dhe mbetet. Zoti ju dhash bereqet, shkroi ai me zemër. Kjo fjali, që për shumë shqiptar ngjall kujtime dhe ndjesi të ngrohta, u prit me shumë komente pozitive nga fansa. Të shumt ishin ata që vlerësuan thjeshtësinë e çiftit dhe mënyrën se si Mozik, me gjithë suksesit dhe famës, nuk haron rënjët dhe mirësinë që i ka mësuar familja. Ndërkohë, marrëdhënia e tij me Lotinën duket se po bëhet çdo ditë më e fortë. Çifti shpesh ndan momente nga jeta e tyre, ku buzëqeshje dhe energjia pozitive flasin më shumë se çdo fjalë. Me shumë gjas, ky mëngjes i thjesht, por plot dashuri, ishte vetëm një tjetër kujtim i bukur në historinë që ata po ndërtojnë bashkë. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.